Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi në minutat e të ftuarit të ditës, do të fokusohemi tek aktiviteti politik, nëse mund ta cilësojmë kështu në Shqipëri. Tek opozita do të ndalemi gjatë, po meqense të ftuarën e kemi edhe eksperte të ligjeve me profesion avokate, natyrisht që do të ndalemi edhe tek problematikat të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Më lejoni t'ju prezantoj me të ftuarën e sotme, është Alesia Balliu, antare e Partisë Demokratike, avokate, mirësevija. Faleminderit për ftesën e dashur. Balliu, rifreskova kujtesën, në fakt edhe ju a thash edhe përpara se të nisnim transmetimin të gjithë aktivitetit tuaj si opozitare, dhe ju me të drejtë diku nënvizonit faktin që demokracia e vërtet matet nga aftësia për të pranuar mendimin ndryshe dhe jo për ta përbaltur atë, siç thoni ju. Po natyrisht edhe koherenca ka rëndësinë e saj. Ju kohët e fundit keni marrë pjesë në mjaft diskurse publike për mendimin ndryshe sa i takon aksionit opozitar në Partinë Demokratike dhe jo vetëm. Natyrisht keni patur nga ata që ju kanë mbështetur, shumë të tjerë nuk kanë qenë dakord me juve. Si ndjehesh? Faktikisht ndihem shumë mirë, sepse jam duke transmetuar tek populli të vërtetën, dhe pa diskutim që ndryshimi në Shqipëri do vi vetëm nga vota, do vi vetëm nga gara dhe do vi vetëm nga masa. Nuk do vi nga 40 rrogtarët e Berishës, cilët marrin rrogën si deputet, por nuk janë të zgjedhurit e popullit, po janë të emëruarit e kryetarit. Unë kur vendosa të hyja në politik, pa diskutim që vendos të shërbej qytetarit dhe pa diskutim që para ti të kam përgjegjësinë ta përfaqësoj dhe të përgjigjem. Ndërkohë Partia Demokratike sot fatkeqësisht është një gjë që na dhëm të gjithëve, se kemi vite kontribut në Partinë Demokratike, nuk po i shërben më kauzës, nuk po i shërben më demokratëve, nuk po i shërben më shqiptarëve, po i shërben vetëm interesit personal të leadershipit, i cili kërkon të largojë autokratin Rama, por ai autokrat është vetë. Kemi 35 vite që Sali Berisha është në krye të Partisë Demokratike. A do ndryshim kjo parti? A do të vim pushtet kjo parti? Ku po shkon kjo parti? Sali Berisha humbin 2013 ndaj Ramës, humbin 2025 ndaj Ramës. Ku do ta çojë këtë parti? Flet për rregulla, flet për institucione, ndërkohë nuk respekton statutin e Partisë Demokratike, i cili thotë qartë që kryetari i cili humbet zgjedhje duhet japi dorëheqjen. Pse nuk respekton Sali Berisha Neni Basha? Sepse shumë bukur ditë thoi për të tjerët që kjo është agjendë personale, po agjenda Sali Berishës bëj pyetje unë sot. Kujt i shërben? Përveç se interesit ti personal familjar, vetëm pushtetit. Sot fatkeqësisht sa më shumë ta mbaj Berisha Partinë Demokratike, aq më i fortë është Rama në pushtetin e tij. Që PD-ja të zgjohet, që PD-ja të reagojë, duhet një riformatim, i duhet një vizion, i duhet një program, si do vim pushtet. Po me sa duket, sot nuk është ky problemi i Sali Berishës. Problemi i Sali Berishës është vetëm të ruaj interesin e tij personal dhe pa diskutim ta përdori Partinë Demokratike si mburojë ndaj institucioneve të drejtësisë. Balliu, ky tog fjalësh i interes personal ka psuar një inflacion shumë të madh. Ju thoni për Berishën interes personal, e kemi dëgjuar në reagimet që ka patur për foltoret e nisura nga Saliani, që i ka cilësuar Berisha takime personale. Si ta ndaj shapin nga sheqeri teleshikuesi, dhe pse ky tok fjalësh i ka marrë kaq sens pejorativ, se në fundit gjithë e kanë interesin personal. Atëherë do ta sqaroj unë dhe do ta bëj unë diferencën midis të dyja foltoreve. Unë kam qenë ndër të parat zonjë që kam ndjekur Sali Berishën tek foltorja e parë. E ndoqja sepse premtoi bashkimin e demokratëve, ndërkohë bashkimin e bëri Mehmetën Medulen. Premtoi që lista do të zgjidhte antarësia, ndërkohë nuk ndodhi, ai nuk respektoi primaret. Premtoi figura të reja, ndërkohë figura kishin po Albana Vokshin dhe Flamur Nokën.
Sot Sali Berisha humbi, nuk po respekton as statutin, nuk mbajti as një premtim të foltores parë, nuk bëri analizën e zgjedhjeve të 11 Ai flet për masakër elektorale, prandaj hyri kokullur 11 shtator tek ai parlamenti i krimit, sa i cilëson parlamenti i krimit. Ama 11 shtator, deputetët ikën, hyrën në parlament, rogat i duan, po jo mëse kanë ato kohën për të folur, po ato nuk kanë qa flasin, sepse ato kanë 8 muaj nuk mbledhin strukturat, kanë 8 muaj nuk bëjnë analizën e tashuajturës farsa zgjedhore, hyrën zgjedhje lokale humbën. To janë sinjale që populli ty nuk të do dhe ti duhet reagosh, duhet bësh analizën. Ku është sot Partia Demokratike? Prandaj të them që foltoreja 2 e Sali Berishës nuk ka kauz morale. Ndërkohë foltoria e zotit Saliani ka shpresë, ka rini dhe mbi gjitha ka një kauz e cila kërkon bashkimin e demokratëve dhe kërkon ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet. Pse shqetësohet Sali Berisha nga lëvizja e Salianit? Se ju prek interesi personal, qa agjende personale ka zoti Saliani? Agjenda personale nuk është agjend publike, zonjë. Unë e kuptoj që zoti Berisha do t'i transmetoj sipas dëshirës ti takimet e zotit Saliani që bëhen me demokratët dhe për të mirën e demokratëve, po kur një agjend publike nuk mund të quhet agjend private. Apo e kam gabim? Se në private kjo ishte edhe përgjigja që dha Saliani në fakt. I ulën kafe njerëzit. Kush është interesi Salianit? Interesi Salianit është VPD-ja në pushtet. A bëri burg për Partinë Demokratike? Pse po e sulmon sot Sali Berisha? Sepse Sali Berisha nuk e do zërin kundra në parti. Sepse Sali Berisha do ato 40 paftët që ka aty, cilët pa Sali Berishën nuk bëjnë dot karrierë politike. Sepse janë temëruarit e ti, janë rroktarët e ti. Po ta vësh re në media zotin Saliani, sot e sulmojnë vetëm rroktarët e Sali Berishës. Që kanë dalë dhe ato marrin pagën nga ai. Nga gazetarët që punojnë të Syri TV dhe të tjerët, aman masa dhe demokratët pa diskutim që e suportojnë lëvizjen, se lëvizja po bëhet për i kaos, për një të mirë për bashkët, po bëhet që të zgjedhurit e popullit kënë drejtën e përfaqësimit, që të zgjedhurit, po them të rastin konkret të në Tiranë, të doktori Lirit, që të marri dikush 20.000 vota, dhe ti të mbash karrike, flamurnokën që nuk ka vota dhe nuk ka pëlqyeshmëri, do të thotë që ti nuk ke frik nga vota, ti nuk e do votën, zotri, ti nuk do ardhjen e demokratëve në pushtet. Se ti po doje ardhjen e demokratëve në pushtet, jepje dorëheqjen e fusje partinë në zgjedhje, në një garë të shëndosh dhe pa diskutim kontributi ati do të ishte gjithmonë i respektuar në Partinë Demokratike. Pasi sot Sali Berisha është bërë si ai babai i cili nuk lejon fëmijët e oborrit vetë rriten. Në këto kushte është PD-ja. Balliu, ju para primareve, para zgjedhjeve të 11 maj, diku flisnit për Sali Berishën si frymëzimi juaj, manuali politik, se si ai ju mësonte të mos ndaleshit përballë kritikave, intrigave, kurtheve, pabesive, shkollë politike, thonit ju që të mëson, orienton drejt fitores, ju pash që të replikonit me ish antartë Partisë Demokratike, cilësonit mendimin e tyre ndryshe si gjyqje politike në adres të Berishës që bëheshin për mediat për dizinformim. Tani, mua do më duhet t'ju pyes, nëse do t'ishit sot ju deputete, do të kishit të njëjtin mendim ndryshe për Sali Berishën? Pra ky divorci me shkollën tuaj politike ju pyes. Unë jam rritur nga i familje djast, edhe pa diskutim që Sali Berisha ka qenë lideri i Partisë Demokratike. Unë këtë gjë nuk e mohoj. Kur ka ndodhur ndarja e Partisë Demokratike me Bashën, kam qenë ndër të para që e kam ndjekur Sali Berishën për garën. Në çdo foltore, në çdo qytet të Shqipërisë. Ku erdhi zhgënjimi? Tek kjo foltore, Sali Berishën e ndoqja sepse premtoi garën, premtoi meritokracinë dhe premtoi që deputetët do t'i zgjidhte antarësia.
e pyetur edhe kur isha brenda Partisë Demokratike, edhe kur isha në kryesi të Forumit Rinor, edhe kur isha koordinatore e Sharkut në Elbasan, pa diskutim, unë kur më pyesnin njerëzit dhe thonin, Alesia, i beson Sali Berishës? Përgjigjja ime ka qenë gjithmonë po. Sali Berisha tha fytyrat dhe figura do jenë të rinjt, ndërkohë vuri të vjetrit. Nuk bëri asgjë nga ato që premtoi. Dhe në shumë studio, më pyesnin do t'i dilje ti liderit të në kundra, dhe këto intervista i ke në YouTube, i kam thënë po. Po, është e vërtet. I kam thënë po. Në qoftë se lideri im nuk mban premtimet, cilat ai i ka bërë, unë pa diskutim do t'i dalë kundra. Dhe erdhën primaret, unë denoncova një proces në të cilin publikova dhe SMS-t Flamur Nokës nga numri vet, i kam bërë transparente për gjithë publikun që më kanë ndjekur, dhe pa diskutimi dola kundra, sepse zonjë, kur ka pa drejtësi, reagimi duhet bërë me patjetër. Në proporcion me pa drejtësi. Jo, po duhet i dhënë dhe i mesazh njerëzve për të reaguar. Sot, pse nuk po reagon populli? Sepse ne këtu jemi mësuar që të gjykojmë personin që reagon. Po jo, personin që reagon duhet bëhet kulturë edhe për popullin. Nëse kjo qeverit ka bërë gjithë të padrejtësi, nëse kjo qeveri, gjithë ministrat i ka mburg, nëse kjo qeveri është kaq e korruptuar, reagimi popullor është detyrim. Absolutisht. Duhet reagosh. Unë këtë bëra, reagova dhe pa diskutim. Mbajta qëndrimin tim publik ndaj leadershipit. Unë nuk e mohoj që kam qenë pjesë e PD-s, as nuk e mohoj që e kam besuar Sali Berishën. Po, ta nuk jam ende se nuk e dim. Unë na që ka dhënë një urdhër Flamur Noka faktikisht për përjashtimin tim. Po gjithkohë Flamur Noka. Të zonjës Zheni Gjergji dhe të zonjës Doris Madhi në Elbasan, në informacionet që kam para jave, ka dhënë urdhër për përjashtimin. Po mua antarët PD-s as nuk më bën, as nuk heq dot Flamur Noka. Heqja madje nga Flamur Noka është kompliment për mua, kur vjen nga ai personalisht. Përjashtim. Me këtë lloj kulture nuk mund të fitosh. Absolutisht. Aq më tepër kur luftohet publikisht për diçka tjetër, diçka ndryshe. Foltorja 2 e kujt, thoni juve, kur nuk e mbajtur premtimet e foltores parë. Foltoria e parë, tha Berisha, shpëtoi partin nga regjimi, foltoria e dytë do shpëtoi Shqipërinë nga regjimi. E parë për të vënë figura të reja dhe vure për madhështorët, e more për të rrëzuar regjimin, ndërkohë regjimi vazhdon. Ti nuk e mbajtur asnjë premtim, prandaj ta them. Foltoria 2, prandaj njerëzit e kanë braktisur dhe aq pak njerëz sa i shkojnë Berishës në protest, janë një sinjal dhe janë një mesazh që japin demokratët, cilët ndryshe nga unë që mund të flas në studio dhe të artikuloj mendimin tim me zë, ato e bëjnë reagimin me mos prezencën e tyre në për protesta. Edhe me zë dhe figure kanë bërë në fakt balliu në foltorët që janë bërë. Shumica kanë refuzuar të shkojnë. Sepse Sali Berisha po çon në regres Partinë Demokratike. A janë funksionale sot strukturat, forumet e Partisë Demokratike? Jo, unë ta thash ka 8 muaj që Partia Demokratike nuk ka bërë një mbledhje. Flas si për në Elbasan, po ndjenin time edhe në për qarqet e tjera. Ka qenë e njëjta procedurë, ato kanë refuzuar sepse nuk kanë çati thojnë më demokratëve. Pasi sot ata nuk përfaqësojnë më të djathtën. Ato sot përfaqësojnë vetëm interesin e tyre personal, që Partia Demokratike të ngjallë shpresë, që Partia Demokratike të jetë alternativë për qeveri nesër, i duhet me patjetër gjenerata re dhe duhet brezi i ri. Nuk mundet, koha politike Sali Berishës ka përfunduar, ka pasur shkëlqimin, ka pasur dhe rënien e vet pa diskutim, por kur ti 2 herë ke humbur përballë kundërshtarit, jep dorëheqjen dhe lër fëmijët e oborrit tënd të bëjnë ato që duhet bëjnë, që është riformimi i Partisë Demokratike, që është gara për kryetarin dhe pastaj Berisha tha dorëheqja ime nga Partia Demokratike do t'i shërbente regjimit. Do të vinte në rrezik pluralizmin. Tani më në rrezik se ç'është vënë demokracia në Shqipëri me në krye Sali Berishën, i cili e mban ramën pushtetu, nuk shoh alternativë tjetër. Sepse ka i problem mbajtja e Partisë Demokratike për interesat personal Sali Berishës vetëm japin fitore Partisë Socialiste. Dhe sa më gjatë jetë Berisha, aq më të qetë janë ato aty.
Pastaj diskursin e tij publik ai e komenton si të dojë dhe është e drejtë e tij. Unë këtu kam marrë të studio të flas vërtetën dhe të flas me fakte. Sali Berisha e kishte mundësinë në 11 maj të bënte listat, kishte mundësinë të vinte individ cilët kishin kontribuar dhe ishin të rinj për ta çuar Partinë Demokratike përpara, por ai zgjodhi të kundërtën. Dhe duke zgjedhur të kundërtën, duke vënë temëruarit e vet dhe jo të votuarit e popullit në listat e mbyllura, ai pa diskutim që firmosi dështimin e 11 majit pa hyrë akoma ngar. Balliu, ju thoni që demokratët po ja tregojnë Sali Berishës me mos praninë e tyre në këto protestat foltore. Pse mungojnë zërat ndryshe si ju? Pse i duhet dëshmuar në fundit me mos prani fizike? Sepse jo çdo personazh është i prirur të përballoj sulme që vijnë nga individ saktuar të Partisë Demokratike. Ju keni folur dhe për kërcënimin, mos gaboj. Dhe nga rrogtarët e Sali Berishës. E bëra unë, e bëri Saliani, çfarë ndodhi ditën tjetër? Kanë dalë 3 gazetarë të Syrit se ju i keni parë duke e sulmuar. Kush e sulmon zotin Saliani? Rrogtarët e Berishës. Rrogtarët e sulmojnë se marrin rrogën dhe janë të detyruar, unë i kuptoj. Dhe si zotin Saliani, si mua... Jo, të bësh kompromis mes dinjitetit, profesionit dhe rrogës, kjo është zgjedhja e tyre personale. Sepse ato kur arrin të sulmojnë një demokrat i cili bëri burgun për Partinë Demokratike, pse mblodhi demokratët për të biseduar, po i bëjnë gjyq publik. Për të biseduar për bashkim, thotë Saliani. Po për bashkim, thotë Saliani, për të mirën e Partisë Demokratike. Dje pam prezent edhe në bulevard. Për të mirën e Partisë Demokratike. Çfarë kanë bërë rrogtarët? I kanë bërë gjyq publik. Prandaj mungon reagimi i shumë zërave që janë kundër. Janë 5-6 që dalim nëpër studio, që është zoti Murrizi, Darsh Ula, unë edhe 2-3 tjerë, por shumica nuk reagojnë pasi përballen me një sulm nga ana e rrogtarëve të Sali Berishës. Po opozitës ky tok fjalësh i tjetër, edhe ky ka pësuar goxha inflacion, Balliu, duket sikur çdo vërejtje që bëhet qoftë edhe më konstruktive. Është i shitur te Rama, po i bën opozitës, po i shërben regjimit, të gjithë neve që nuk kemi poste po i shërbejmë regjimit, vetëm Sali Berisha që është në kryet Partisë Demokratike nuk po i shërben ka regjimit. Po është habitshme. Është habitshme që për të gjithë personazhet ka të njëjtin diskurs. Po kjo duhet shkoj për te, prandaj them që populli, po mbi gjitha demokratët duhet reagojnë. Dhe pa diskutim duhet ngritur fryma. Unë kam besim që zoti Saliani do ta ngrej frymën e bashkimit tek Partia Demokratike dhe do jetë një alternativë shumë e mirë, qoftë edhe për drejtuar Partinë Demokratike nesër, po pse jo edhe për ta bërë atë fituese. Mendoni që do të garoj për kreun e Partisë Demokratike? Në informacionet që kam unë do garoj. Është shprehur vetë i rezervuar për këtë çështje, nuk tha as po as jo. Është një djalë i ri, është një djalë i ri që ka ambicie, unë po bisedoj me demokratët. Ka energjinë e duhur dhe pa diskutim që unë mendoj që zoti Saliani do garoj. Figura të tjera potenciale, se ju thatë babai po vret fëmijët në oborrin e shtëpisë. Ka figura shumë të mira Partia Demokratike. Për mos Kupolës vjetër, që janë Noka, Vokshi, Tritani. Këto nuk janë ardhmja zonjë. Po ka individ që kanë për kauza, ndërto është zonja Tabaku. Është një zonjë e cila ka luftuar dhe pa diskutim se jo do ishte një kandidaturë shumë e mirë. Unë personalisht dhe vetë do ta hedh kandidaturën. Përfol edhe si kandidate për bashkinë tjera, megjithse rezultojnë ndryshe pastaj mbështetën kandidat tjetër të pavarur. Është një zonjë që ka kontribuar. Thatë Balliu do të garoni dhe vetë? Po, patjetër. Pra nuk keni hequr dorë si qenë pjesë e Partisë Demokratike? Unë nuk kam hequr dorë duke qenë opozitare, ta thash, nuk më bën flamurnoka demokrate edhe nuk më heq dot flamurnoka nga idealet e mia, nga kontributi im, po mbi gjitha tek ajo që unë dua të transmetoj. Unë mendoj që duhet ketë ndryshim, por ka një gjë, ndryshimi nuk vjen me Sali Berishën. Dhe për sa kohë Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike, pa diskutim nuk e gjej veten personalisht. Sepse më duket një parti e cila është bërë
aktualisht si bunkeri Enver Hoxhës. Ke qardhje ta dëgjosh këtë për partinë që ishte e para që rrëzoi komunizmin, që u formua fill pas sa veta ishin regjimit të ndije regjimit. për 8 dhjetor. Pse mungonte rinia? Ku ishte rinia dje? Rinia ka emigruar, rinia nuk është këtu. Pse? Sepse rinia sot nuk gjen veten e saj më në Shqipëri. Se sot rini nuk ka kush e përfaqëson. Se sot Partia Demokratike fatkeqësisht nuk është më alternativë, nuk ngjall më frym, nuk ngjall më shpresë. I shërben vetëm oborrit Sali Berishës. Sa i takon partisë në pushtet, Balliu? Atëre partia në pushtet, në opinionin tim, duhet të ishte rrëzuar me gjithë këto skandale që kanë ndodhur deri tani. Por partia në pushtet nuk rrëzohet sepse nuk ka kartën morale Partia Demokratike që ta rrëzojë. Do thua është Alisja pse? Do ta shpjegoj qartë. Kemi zëvendës kryeministren të pandehur. Apo ja? Kemi dhe zotin Berisha të pandehur. Pse nuk zgjohet populli? Një pandehur kërkon që e pandehura t'japi dorëshen. Dakor, po nuk janë fiks në kushte të barabarta. Tek Berisha mungon akuza, mungojnë provat, e keni cilësuar dënim politik. Zonjë. Ndërkohë që për zonjën në fjalë akuzohet për miliona euro. Zonja në fjalë duhet pa diskutim se për mua politika është moral. Dhe se këtu doja të dilja. Dhe zonja në fjalë duhet jepte absolutisht dorëheqjen. Dhe të linjtë institucionet e drejtësisë të bënin punën përkatëse. Njëjtën gjë duhet ta bëjë çdo person që është i pandehur. Por për kampin kundërshtar, dhe unë po të bëja një analizë, kur ti do të heqësh një të pandehur dhe je i pandehur vetë, bie kauza. Politika edhe pse pretendimi është pretendimin e ka çdo kush, dhe ajo thotë s'kam bërë gjë. Zonja në fjalë. Dhe ajo ka pretendime, dhe Erion Velia ka pretendime, që e kemi kryetar bashkia aktual. Çdo person ka drejtën e vetë, se këtu po flas si avokate, pra ky është standardi thonë juve që duhet të vendosë. Për mua çdo person është i pafajshëm, këtë ta them nga profesioni. Unë jam avokate, në gjyqe kam për ditë, është i pafajshëm derisa të vërtetohet e kundërta. Derisa të jepet vendimi i gjykatës. Aman personi kur hyn në politik i shërben popullit, dhe ka i drejt morale të paktën. Për mua politika është moral, zonja në fjalë duhet jepte dorëheqjen. Duhet jepte dorëheqjen në mënyrë të menjëhershme, si ajo, si ai që është në burg në Durrës, se nuk mund të mbash një bashki nga burgu. Kështu e mendoj unë. Njëjtën gjë mund ta them edhe për kampin blu. Çdo person që ka probleme me drejtësinë, t'japi dorëheqjen në momentin që i zgjidh, siç ndodh në fakt në çdo vend tjetër evropian. Kur ta zgjidhi, nuk ka asnjë problemi. Por këtu nuk funksionon dhe prandaj bie morali dhe bie kauza opozitës. Sepse ti ke Belindën me 2 akuza, ke Berishën me 3 spak. Dhe duke parë populli thotë to një lloj janë, kë do votojnë? Do ish Belindën ai duhet. Se të dy hyn dhe dalin nga spaku. Pikërisht zënë, këtë po thoja. Për mua politika është moral që të bëhet gara, duhet me patjetër leadership i ri, sepse vetëm leadership i ri e rrëzon Ramën, dhe pa diskutim gjallë shpresën, nuk është më shpresa, nuk është më ardhmja Sali Berisha. Duhet ta pranoj këtë fakt, dhe duhet të trishet për t'i lënë fëmijët e oborrit ta marrin përsipër. Është opinioni im. Qartë Balliu, ne për opinionin tuaj ju thirrëm, prandaj jeni këtu. Ndërkohë më lejo të pyes edhe për këtë reagimin e sotëm të shoqatës kombëtare të gjyqtarëve në adresë të Ramës. Në gjykimin tuaj, është presion që i bëhet gjykatës kushtetuese? Nuk e shoh si presion, e shoh si një kërkesë që i bëhet më saktë, sepse presion është sikur si një fjalë që është mbi vendosje, edhe do ta bësh me patjetër. Është një kërkesë e cila o aprovohet o rrëzohet, e kanë çu për shqyrtim, është një procedurë ligjore që kanë gjithë drejtën e votës që ta bëjnë. Kaq, nuk e shoh fare. Pra edhe kur Rama flet në emër të Strasburgut, të Venecias, kur ja adreson gjykatës kushtetuese, në gjykimin tuaj nuk është as pak interferencë, intimidim. Po çfarë interferencë? Çfarë interferencë do jetë? Kur e çon për shqyrtim që gjykata kushtetuese të zbatojë ligjin. Kushtetuta është e shenjtë.
është mbi politikën, është mbi palët. Qofse do më pyesje si avokate për çështjen Balluku, do të thoja nga ana politike të përgjigjem, që politika ka moral, nuk duhet të rri aty një sekond. Nga ana juridike nuk jam dakord me vendimin që është marrë, pasi Neni 7 i Kushtetutës së Republikës Shqipërisë thotë që pushtetet janë të ndara. Ekzekutivi, gjyqësori, legislativi. Dhe pa diskutim ato nuk e kanë kompetencën që ta shkarkojnë. Jo, flasim për pezullim, jo për shkarkim. Nuk e kanë. Termi shkarkim dhe pezullim, termi juridik është e njëjta gjë edhe pezullimi dhe shkarkimi? Kemi ndarjen e pushteteve, prandaj ta specifikova. Neni 7 i Kushtetutës e thot qartësi që pushtetet janë të ndara. Atë e propozon kryeministri, e emëron pastaj mbrapa presidenti. E dekreton më saktë presidenti. Nuk e ka këtë të drejtë gjykata që ta të fusi hundët tek ekzekutivi dhe ta pezulloj apo ta shkarkoj. Dhe pa diskutim Rama, duke u gjendur përballë kësaj situate, ka kërkuar të zbatohet ligji dhe kushtetuta. Do thuash pse e bëri, sepse e pësoi një herë me rastin Veliaj, dhe Velia reagoi duke çuar në... Nuk e keni parë si një skenar gjithë këtë balliu të qëllimit? Unë nuk e shoh si skenar, se unë jam që çdo person të ketë një proces të drejtë, të rregullt ligjor. Për mua është shkelje kushtetutës. Po si mund të ketë një proces të drejtë ligjor kur sepse Spaku duhet i bënte shkresë parlamentit për heqjen e imunitetit zonjës Balluku. Edhe aty ai do ta bënte shkarkimin. Mos ta bëj këtë t'i lej Ramës të drejtën për të bërë viktimën. Sepse Rama e bëri në rastin Velia i shkarkimin dhe kur erdhi puna, gjykata kushtetuese ja ktheu. Nuk do bënte të dytën herë të njëjtin gabim. Dhe pa diskutim, në opinionin tim, dhe këtu flasë avokate, ka bërë gjën e duhur, ka lënë institucionet ligjore të merren me ligjin, se nuk mund marri prapa i vetë për vendime dhe t'ja kthej prapë gjykata kushtetuese. E bëri me rastin Veliaj. Nuk do ta bënte për dytë. Për mua ka gabuar gjykata. Dhe pa diskutim edhe me rastin Veliaj, pretendimet e opozitës këto ishin, pra që po shkarkohej në kundërshtim me ligjet për të shkuar këtu ku jemi. Jo, pra sa atë unë kam folur edhe në media. Ai nuk është se mungoi për arsye personale. Ai kishte pamundësi për të qenë pjesë e bashkisë për shkak problemit ligjor që kishte. Kështu që nuk mund ta shkarkos sikur ai ka bërë për mungesë. Moment që atit i vjen akuza dhe vërtetohen, ai pa diskutim është i shkarkuar, po jo në moment që atë e ka marrë institucionet e drejtësisë të i thua hajde këtu. Si të vija ai kur drejtësia nuk e lejon? Tani këto janë lëra fjalësh, në opinionin tim. Nuk e lejon apo nuk e thirrën, është çështje tjetër pastaj. Është çështje tjetër kjo, prandaj po them. Balliu, për të përfunduar, tani ju pyes si avokate, çfarë mendimi keni për institucionet e drejtësisë? Tani duhet përgëzuar Spaku për punën që ka bërë deri tani. Nuk në shumë vite ne nuk kemi pasur luksin të kemi një prokuror, një politikan, një kryetar bashkie, një ish president, një ish ministër të shkonte tek institucionet e drejtësisë, të ishte fjalabie i pandehur apo futesh në burg si këto të fundit që sapo të përmenda. Do të thotë që drejtësia ka bërë punën, do të thotë që drejtësia duhet inkurajuar dhe pa diskutim çdo person i cili është i korruptuar dhe ka bërë korrupsion duhet ta ketë vendin në burg. Drejtësia është duke punuar dhe duhet përshëndetur. Çdo kush që sot sulmon Spakun, pa diskutim që nuk do të mirën e popullit dhe nuk do të mirën e qytetarëve. Po fakti që Spaku se ka thirrur asnjëherë Ramën, ju duket pozitive? Nuk Ramën duhet ta thrasi Spaku në moment që ka prova. Nuk mund ta thrasi Spaku Ramën pa prova. Kjo është një gjë që i takon institucioneve drejtësisë. Pra nuk ka prova, thoni ju. Po tani këtë unë nuk e kam këtë informacion. Për Ramën unë pyes në parim si njohëse e ligjeve që jeni dhe mendoni që Spak është në rrugën e duhur dhe kush ka vrejtje ndaj Spakut është kundër interesit të popullit, ka shumë njerëz që thonë si nuk e ka thirrur një herë. Rezultati mund të bëj krahasimin me nga 2016 që kemi pasur reformën në drejtësi, çfarë përparimesh ka pasur? Dhe më lejo, është Këshilli i Evropës që thot nga 2016 deri sot kemi rënë 26 vende. Pra kemi qenë,
kemi qenë në vendin e 46 dhe jemi sot në vendin e 92, kërkoj ndjesë se pas kemi rënë 46 vende, jo 26 sa thash në fillim. Atëherë unë do të përgjigjem prapë, do të shndroj asaj që thash, pasi drejtësia ka qenë e kalbur. Duhet kujtoj këtu edhe të gjitha ato gjyqtarë që dhanë dorëheqjen, edhe ato që u shkarkuan pasi nuk justifikonin dot pasurinë. Për mua atyre i duheshe marrë dhe pasuria dhe t'i ktheheshe popullit edhe qytetarëve. Do të thotë që sistemi i drejtësisë u pastrua, do të thotë që sistemi i drejtësisë u riformua. Dhe pa diskutim që drejtësia zonjë... Pra, gjyqtarët sot nuk kanë probleme me... Korupcioni ekziston në çdo vend botës. As nuk lindi, as nuk do mbarojnë në Shqipëri. Tani ne po flasim për progresin e drejtësisë. Për mua drejtësia është duke bërë hapa, galopante, duke dhënë këto shembuj që të flas, duke sulmuar pa diskutim edhe krimin organizuar, ka dhënë rezultat. Altin Dumani, në opinionin tim, ka bërë një punë shumë të mirë gjatë kohës që e ka drejtuar këtë institucion. Punë ditësh nuk do t'jetë më. Dakord, Alesia, të falenderoj për pranin në studio. Ishim me Alesia Balliu, zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.